Seanca e sotme gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u shoqërua me debate mbi të drejtën e mbrojtjes dhe mënyrën e administrimit të procesit gjyqësor. Lidhur me këtë, avokatët e kryebashkiakut Erjon Veliaj ka reaguar me një deklaratë për mediat. Sipas avokatëve, seanca e sotme gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës konfirmoi se procesi në zhvillim ka kapërcyer kufit e çdo standardi minimal të një gjykimi të rregullt ligjor. Kjo çështje do të hyjë në historinë e jurisprudencës shqiptare si shembulli ekstrem i shkeljeve brutale të çdo elementi të procesit të rregullt ligjor. Thuhet në këtë deklaratë, mbrojtja e Veliajt ka paraqitur me pika ato që sipas tyre konsiderohen shkelje të një gjykimi të rregullt ligjor. Mbi seancën e sotme gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Seanca e sotme gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj konfirmoi edhe një herë se procesi në zhvillim ka kapërcyer kufit e çdo standardi minimal të një gjykimi të rregullt ligjor. Edhe sot Erjon Veliaj u detyrua të vijojë mbrojtjen vet, pavarësisht se gjykata i kishte caktuar një avokate kryesisht jashtë vullnetit të tij. Edhe avokati e caktuar nga gjykata deklaroi qartë në seancë se nuk ka pasur asnjë mundësi reale për të njohur plotësisht me dosjen, as për të konsultuar atë me Veliajin dhe për këtë arsye kërkoi shtesë për të ushtruar mbrojtjen. Kjo kërkesë në mënyrë të pashpjegueshme dhe arbitrare, jo vetëm u refuzua nga gjykata, edhe pse bëhej fjalë për një mbrojtje të caktuar prej vetë saj, por u shoqërua edhe me batuta dhe shprehje tallëse ndaj aktivitetit të saj profesional privat, duke denigruar një profesioniste të lirë të zgjedhur nga vetë gjykata. Në mënyrë absurde, gjykata e konsideroi mbrojtjen e ezauruar në një situatë ku as avokati e caktuar nga shteti, as vetë Veliaj nuk ishin njohur me dosjen dhe për rrjedhoi nuk kishte asnjë mundësi reale për të ushtruar mbrojtje efektive. Kur gjykata pyeti kryetarin e bashkisë nëse dëshironte të bënte parashtrime mbrojtëse, Erjon Veliaj u shpreh qartë se patjetër që dëshironte të mbrojë, duke theksuar se kishte ardhur në seancë dhe i sëmur me temperaturë, pikërisht për këtë qëllim, por ai ngriti pyetjen thelbësore: si mund ta realizoj mbrojtjen kur nuk më jepet mundësia të njihem me dosjen? Këtë mundësi nuk ja keni dhënë as avokatës që ju e keni caktuar. Në seancë ndërhyn edhe avokat të akuzave të tjera, të cilët theksuan se një cënim kaq i rënd i të drejtës së mbrojtjes nuk është parë dhe dëgjuar ndonjëherë, ndërkohë që zgjidhja ishte elementare, të jepet mundësia Veliajt të njihet me dosjen, qoftë edhe përmes një laptopi. Edhe kjo kërkesë u refuzua. Akoma më alarmante janë argumentet e ngritura nga prokuroria, të përsëritura edhe në seancën e masës së sigurimit, sipas të cilave kryetari i Bashkisë së Tiranës pas ka paguar avokat jashtë vendit për të lobuar kundër tyre dhe por rrjedhoi ka mundësi të gjejë avokate edhe në Shqipëri. Ky argument është thellësisht keqdashës dhe juridikisht i pavlefshëm. Erjon Veliaj nuk ka pretenduar kurrë se nuk gjen avokat. Ai ka kërkuar të mbrohet vetë pikërisht për të pasur mundësinë të njihet me dosjen, sepse asnjë avokat nuk mund të realizojë mbrojtje pa konsultim me klientin dhe ky konsultim është i pamundur pa njohjen e dosjes nga vetë Veliaj. Madje edhe avokati i caktuar nga shteti, jo nga Veliaj, i shpjegoi gjykatës në këtë seancë edhe sikur të ishte njohur me dosjen, gjë që s'ka ndodhur. Si mund t'i mbaj mend 61.000 faqe dhe t'i riprodhoj zotit Veliaj kur nuk ja japin as të printuara, as laptop që t'i lexoj në USB? Qëndrimi i prokurorëve përfaqëson një urrëtie të hapur ndaj avokatit dhe vetë të drejtës për mbrojtje. Në këtë logjikë të rrezikshme, ushtrimi i së drejtës për të mbrojtur është ndërruar në rrethanë rënduese. Absurdi arrin kulmin kur prokuroria paraqet si provë në gjykat një portal mediatik opinionin e një gazetari dhe asnjë provë ligjore për të ashtu quajtur një lobim, një aktivitet plotësisht i ligjshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjykata pranon portalin si provë dhe mbi këtë bazë e konsideron këtë një arsye shtesë pse Veliaj duhet të vijojë të mbahet në burg, pse kryetari i Bashkisë së Tiranës duhet të vijojë të mbahet në burg dhe pse qytetarët e Tiranës duhet të vijojnë të privohen nga drejtimi i bashkisë nga i zgjedhur i tyre. Pra pse ai duhet të ndalojë edhe çdo aktivitet mbrojtës për veten e tij, përballë kësaj sjelljeje haptazi të njanshme në favor të prokurorisë dhe në shurdhime verbim të plot ndaj kërkesave minimale të mbrojtjes. Erjon Veliaj kërkoi përjashtimin e gjyqtares Etleva Deda, e cila për arsye që i di dhe ajo dhe prokurorët është ndërruar në një palë me ta. Kjo çështje do të hyjë në historinë e jurisprudencës shqiptare si shembulli ekstrem i shkeljeve brutale të çdo elementi të procesit të rregullt ligjor. Ajo përfaqëson kufirin planetar të skandalit juridik që po prodhon ashtu quajtura drejtësi e re në Shqipëri.